Disa nga frutat që rekomandohet që nuk janë të ndëmshme për qenin, janë për shembull molla, ku molla mund të jipet si shpërblim në baza ditore, normalisht duhet t'i hiqen farat dhe t'i jipet në copa të vogla për shkak se nuk është e dëmshme për qenin dhe ka edhe shtesa vitaminat të cilat i ndihmojnë qenit. Pastaj bananët janë të mira për qenin, mirë po gjithsesi duhet të jipen në sasi më të kontrolluar për shkak të sasisë të sheqerit të lartë që ato kanë. Pastaj mund të jipet ananasi, ku ananasi mund të stimulojë edhe tretjen në disa raste, është i mirë për sa i përket tretjes. Pastaj drellzat që janë në burim mund të kenë edhe vitamin C, dhe dardhat rekomandohet të jipen. Në disa raste normalisht jo në sasi të mëdha, në sasi më të kontrolluara. Pastaj mund të jipen edhe boronicat, jo në sasi të madhe, sepse janë të pasura edhe këtu me vitamin C dhe me vitaminat të tjera të cilat i ndihmojnë qenit, ku edhe mund të jipen për shembull të ngrira si një lloj shpërblimi, sidomos në stinën e verës. Edhe disa fruta që mund të konsumohen janë edhe boronicat e kuqe, pra janë të mira, mirë po normalisht jo në sasi të madhe, për shkak se në disa raste mund të shkaktojnë një dhimbje të lehtë të stomakut dhe tani me që jemi duke u futur në stinën e verës dhe e kemi edhe shalqirin i cili vetë se fillon të futet në tryezat tona, dhe shalqiri është shumë i sigurt për qent, mirë po normalisht duhet të jipet pa fara në mënyrë që të evitohen rreziqet, për shembull bllokada të mundshme, irritimeve gastrointestinale e kështu me radhë.